Baronesha italiane I lë trashëgimni 5 milion euro kujdestares shqiptare pesni prit të bëjnë kallëzim. Baronesha Ana Malfati e lindur në vitin 1936, ndroi jetë në vitin 2023 në moshën 87 vjeç. Ajo vendosi që gjithë pasurinë e saj t'ia linte pastrueses shqiptare, përveç rreth 1 milion eurosh në para të gatshme. Trashëgimnia përfshin edhe 6 apartamente për një vlerë totale prej afro 5 milion eurosh. Megjithatë, 8 niprit e baroneshës të përfaqësuar nga avokati Claudio Malfer kanë vënë në dyshim testamentin dhe ka nisur një proces gjyqësor. Ata kanë hapur një çështje civile duke kërkuar anullimin e testamentit dhe paralelisht kanë bërë edhe kallëzim penal kundër kujdestares 44 vjeçare mbrojtur nga avokati Nicola Canestrini, duke akuzuar se ka mashtruar dhe manipuluar baroneshën. Sipas prokurores Roveretos, gruaja 44 vjeçare ka përfituar nga gjendja e rënduar mendore baroneshës në një fazë që sipas tyre e pengonte atë të kuptonte dhe të vendoste me vetdije. Në akt akuz thuhet se në mars të vitit 2022 ajo e ka bindur baroneshën të hartojë një testament ku shpallte veten kujdestare trashëgimtare të vetme dhe një muaj më vonë ka marrë dhe një prokurë të përgjithshme notariale që jepte kontroll mbi pasurinë. Në pritje të vendimit gjyqësor, prokuroria ka kërkuar dhe ka marrë miratimin e gjykatës për sekuestrimin parandalues të gjithë pasurisë. Kujdestarja ndërkohë nuk e ka pranuar ende trashëgimnin, pasi thotë se nuk dëshiron ta marrë atë pa u sqaruar nëse ka të drejtë ligjërisht. Janë në zhvillim 2 procese, ai civil dhe ai penal. Seanca paraprake u mbajt në 10 prill, por për vendimin final do të duhet të pritej 8 maj, tha gjyqtarja hetuese Consuelo Pasquali. Do të vendos nëse do të pranoj palën civile, niprit që është kundërshtuar nga mbrojtja e pandehurës. Pas kësaj, gjykatësia do të shprehet mbi kërkesën e prokurorisë për ta çuar çështjen në gjyq me akuzën e mashtrimit ndaj një personi të paaftë. Avokati I kujdestares Nicola Canestrini ka ngritur edhe një shqetësim tjetër në këtë proces, shorezikun e racizmit, edhe në mënyrë të pavetdijshme, thot ai. Në argumentat e palës kundërshtare përmendet tradita familjare dhe gjakun që duhet respektuar, sikur klientja ime të mos kishte pasur rëndësi në jetën e baroneshës. Sipas tij, është krejt e kundërta. Ai tregon se kujdestarja vazhdonte të frekuentonte shtëpinë e baroneshës edhe pasi nuk punonte më aty, vetëm sepse baronesha kërkonte që t'ishte pikërisht ajo që e ndihmonte të shkonte në shtrat. Në 25 vite karrierë, nuk më ka ndodhur asnjëherë që të më telefononin vetë dëshmitarët, mikët e baroneshës dhe pronar dyqanesh që ajo frekuentonte me klienten time. Të gjithë më kanë thënë se kujdestarja ishte më shumë viktimë se sa përfituese e situatës. Mbrojtja ka në dorë dhe një tjetër provë të fortë, një video që tregon momentin kur është hartuar testamenti përpara noterit në 21 mars 2022. Në këtë video, thot Canestrini, baronesha e korrigjon vetë noterin duke I thënë saktësisht emrin e kujdestares. Ajo tregon qartë se ajo ishte plotësisht e vetëdijshme për atë që po bënte. Ndërkohë, prokuroria ka paraqitur një ekspertizë psikiatrike të përpiluar mbi bazën e dokumentacionit të mbledhur pas vdekjes baroneshës, sipas së cilës gjendja e saj mendore kishte filluar të përkeqësohej disa muaj para vdekjes, që ndodhi në nëntor të vitit 2023. Të gjitha provat janë paraqitur tashmë. Tani I mbetet gjykatëset Pasquali të vendos a do ta çojë çështjen në gjyq apo do të vendoset që nuk ka vend për ndjekje penale ndaj kujdestares shqiptare, shkruan Corriere della Sera.